Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar një lëvizje që në fakt më ra në sy, por ndodhi e kundërta. Ditën e sotme u komentua më dhe u përfol në zarfin e zgjedhë nga vllau i madh që Krishti është banori i cili është përjashtuar nga loja. Përjashtuar. Do të thënë nuk është eliminuar, është përjashtuar. Janë shumë të rëndësishme këto termet në Big Brother, do të thënë kanë shumë kuptim. Fotografia e cila u bë publike në Instagramin zyrtar të faqes së Big Brotherit u shpërnda për disa sekonda në storin e Instagramit të Krishtit. Do me thënë ishte një konfirmim në fakt që e bëri familja e Krishtit për përjashtimin nga loja të Krishtit. Por kjo fotografi nuk është se ndenjë gjatë në storin e Krishtit. Pas disa sekondash apo minutash, mos themi sekondash, do me thënë pas 3 minutash, sepse në momentin që unë e hapa storin ishte vetëm 3 minuta që ishte postuar, pas 3 minutash kjo fotografi automatikisht u fshi nga stori i Krishtit, që mua më çoi të amendsoj me njëherë se çfarë ndodhi. Sepse familjarët zakonisht kur banorët largohen nga shtëpia e publikojnë fotografinë e largimit dhe aty do me thënë më e mbyllin kapitullin, ndërsa në këtë rast do me thënë fotografia u postua në Instagram edhe u hoq nga Instagrami i Krishtit. Tani këtu ka dy pika. Fillimisht njëherë pyetja e parë është ndoshta familjarët janë me hatërmbetje që produksioni e ka shkruar përjashtohet, do me thënë sikur një lloj hakmarrje kundër drejt Krishtit, ose në këtë rast mund të ndodhë që do me thënë familja ka ndonjë lajm dhe ka negociuar situatat që rasti i Krishtit apo situata e Krishtit edhe mund të rishqyrtohet brenda produksionit dhe Krishti mund të kthehet në shtëpinë e Big Brotherit. Krishti aktualisht nuk është se ka publikuar diçka apo ka reaguar në diçka në Instagramin e tij. Ai thjesht do me thënë nuk ka postuar asnjë gjë, thjesht është postuar kjo fotografi. Pse mendoni ju se familja e hoqi fotografinë pasi e nxori, sepse këto janë pika që në fakt të çojnë shumë të dyshosh.